Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë në fakt, për të ndarë një lajm shumë të bukur. Të shumta ka qenë pyetjet që më kanë ardhur dhe më kanë mbritur në Instagramin tim, Tiron, çfarë po ndodh mes Brikenës dhe Mateos, a janë takuar, a janë bashk, pse Brikena nuk ka qëndruar në Tiranë, por ka ikur në Prishtinë, çfarë ndodh mes tyre? Por ditën e sotme Mateo na e ka shuajtur të gjithë këtë kuriozitet. Brikena dhe Mateo po shijojnë momentet e tyre të bukura. Njëherë fillimisht Brikena e ka lënë Mateon që të çmallet me familjen e tij, që të kalojë momente të bukura në familje dhe pak të shijojë prindërit, të shijojë motrën. Dhe normalisht Mateo me aq dashuri sa ka, kjo gjëja e cila në fakt komentoheshte brenda shtëpisë së Big Brotherit që ishte një gënjeshtër, që ishte një lojë, që nuk ishte një histori e vërtet, që nuk ishte një histori e ndjerë, ishte gjithçka vetëm në kuadër të klikimeve, sepse Mateo dëshironte të përfiton nga Brikena dhe Brikena dëshironte të përfiton nga Mateo. Mateo, siç duket, ditën e sotme ja ka vënë këmbën. Kësaj gjëje ja ka vënë këmbën. Ai ka postuar një fotografi shumë të bukur, një fotografi që në fakt të gjithë duam ta shohim, ju po e shikoni gradualisht, ka bërë një selfie me Bolin. Nën kupton që për Bolin është kujdesur motra e Mateos, që mënjëherë sapo ka dalë nga shtëpia e Big Brotherit Brikena, ka qenë normalisht shumë e angazhuar, takime me prindërit, takimet me familjarët, rrobat e saj dhe gjërat e saj të mbetura brenda shtëpisë, që në këtë rast edhe Bolin, e ka marrë motra e Mateos. Dhe siç Boli ka nënën tashmë, e ka mamin në Shqipëri, Mateo po shkon drejt Brikenës për t'ia dhënë Bolin, që Brikena të kalon momente të bukura dhe ta ketë në shtëpi djalin e saj. Kjo nuk kupton që çifti ka filluar komunikimin jashtë shtëpisë, do me thënë kanë ndarë bisedat, kanë vazhduar komunikimet, kanë qenë pranë emocionalisht dhe shpirtërisht njëri tjetrit, tashmë do fillojnë të takohen. Unë jam i bindur që Mateo në momentin që do ta takon Brikenën dhe në momentin që do t'jetë me të, edhe me Bolin kur ta merr Brikena në dorë, ndoshta do t'na bind një fotografi të tre së bashku, duke ndarë çaste fantastike dhe duke nisur rrugtimin e tyre. Në fakt unë kam besuar në këtë dashuri, unë kam besuar në marrëdhënien e tyre. Nuk do kisha dashur që ta komentoj ndryshe qëndrimin e Brikenës. Unë mendoj që çdo femër e cila dëshiron që të bindet mirë për një marrëdhënie, do të vepronte si Brikena. E kam thënë gjithmonë, Brikena nuk dëshironte që këto emocionet ja jep televizioni Top Channel, por ishte momenti që duheshte televizioni të merr emocione të këtilla për nder të një publikut. Do me thënë, këtë rrugtimin që Mateo sot po bën në shi, në traditën popullore shqiptare i thonë me bereqet Mateo do të takon Brikenën dhe do t'ja jep Bolin, një dhuratë që në fakt Mateo e ka bërë brenda shtëpisë së Big Brotherit, një Boli që u bë më i famshëm se të gjithë të tjerët dhe një Boli që në fakt ka marrur një audiencë të papar. Uroj me zemër që të na vinë selfit e para për t'i ndarë bashkarisht me rrugtimin e këtyre artistëve.